ende KQZ nuk ka thënë fjalën e saj. Ka shpikime, ka vonesa në numërimin e votave. Faleminderit për pyetjet dhe të bëjmë një sqarim për gjithë bashkëtarët tanë që na ndjekin. Vënia e diasporës është nga kërkesat e kaheshme e diasporës shqiptare, që rëndon dikur quheshin refugjat apo sot me pa të drejtë dhe në gjykimin tim është ofenduese si term, që na quajnë ende refugjat. Nuk jemi refugjat, jemi qytetarë shqiptar me rezidencë jashtë Republikës së Shqipërisë, të larguar dikur pa dëshirën tonë për shkak të paaftësisë apo shumë më tepër për shkak të agresivitetit politik në MMD dhe ne shkuam në tjetër. Por përdej kësaj, tashmë është fakt, pas insistimit disa vjeçar, pas një betejë shumë të fortë të diasporës shqiptare në botë, si Greqia, por aq më tepër disa organizata të cilat janë flamurtare dhe meritojnë t'i përmendim dhe t'u përcjellim për progresimet tona, siç ishte televizia Diaspora për Shqipërinë e Lirë, e cila ka insistuar realisht dhe unë kam pasur nderin e kënaqësinë për një moment të jem pjesë e saj, e cila e ndoi deri në fund derisa u arrit dhe e çoi në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese më pas hodhi poshtë të gjithë vendimet arbitrare dhe detyroi KQZ-n, forcat politike, që t'i jepej e drejtë e drejta votës së qytetarit që jashtë. Edhe këtu pra politika ishte me dy porta hipokrite duke thënë tjetër gjë në popull dhe tjetër gjë në praktikë. Edhe tjetër gjë pazar ata bën me jetën. Po pavarësisht se janë interesa politike, për ne është fakt dhe ishte vërtet një mundësi e shkëlqyer që më në fund neve të votojmë me MMD, na dha mundësia, do donim që Greqia të kishte një dinamikë më të madhe, sepse ka një pjesë të konsiderueshme të shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria dhe flasin për shifra që përafrohen tek 600-650.000 shqiptarë, pra është një dinamikë shumë e madhe. Madje do thosha nëse do të kishte një përgjigje më të lartë vendimtare në zhvillimet politike të vendit, por gjithsesi është një diçka pozitive që duhet të qartë nga 240.000 kërkesa për të votuar, 200.000 të miratura dhe aktualisht janë votuar, pra sipas dhënave të KQZ-s, 193.000 bashkëtarë kanë deleguar postën e tyre, pra votën e tyre me postë në KQZ. Edhe aty shikojnë që prapë papërgjegjësia e politikës shqiptare, pavarësisht në është PD, PS apo shëndën e forcave politike, duket qartë që nuk u intereson asgjë tjetër përveç se interesi i tyre, pushteti apo thënë thjesht karrikë. Dhe njëherë prapë Greqia u kthye në mund të arrijë dhe Greqia po bëhet objekt, sikur jo vetëm të mos mjaftonte ajo që ka ndodhur me ne për 35 vjet që nuk u interesua kush, përveç rastit që vitin e kaluar ishte kryeministri i parë i Shqipërisë që zhvilloi një takim me diasporën shqiptare, pra dy takime më pas u pasua edhe nga lideri i opozitës, por përtej kësaj nuk kemi parë një deklaratë politike apo zyrtare në mbështetje të shqiptarëve këtu në Greqi, të diasporës shqiptare. Pra, thënë praktikisht, përtej votës politika shqiptare ka bërë hiç gjë për diasporën shqiptare. Shikoj nga bisedat që kam bërë me bashkëtarët tanë, thonë, unë jam krenar thotë që nuk votova thotë, sepse unë thotë qeverisëm nga një vend tjetër, punoj në një vend tjetër, jetoj punoj këtu, pagoj taksa këtu, edhe shikoj nuk është vërtet arsyeshme që unë të vendos fatin entitet duke votuar nga Greqia për në Shqipëri. Pra unë shkoj në Shqipëri thotë një herë në vit, si turist ose si ashtu thotë, dhe nuk e shikoj të drejtë që unë të vendos fatin entitet këtu, ku unë jetoj në Greqi për 3 dekadash. Si është mund të mund të këtë? Fatmirësisht jetojmë në një periudhë shumë bashkëkohore, moderne dhe fatmirësisht ne si komp, një komp i lashtë, e kemi mundur pavarësisht vështirësive të ecim me hapat e kohës. Mos harrojmë disa gjëra që janë më themeltare. Drejtat e njerëzit, drejtat e individit, vota është gjë e shenjtë. Aq më tepër përtej pretendimeve apo pozicionimit të gjithë secilit, vota jon është votë e shenjtë, është votë që ne takon dhe ne nuk jemi të huaj në MMD, por jemi bij dhe bijet e atij komi të cilët u rritëm në atë vend, u shkolluan në të vend pra pjesë më madhe, por edhe ata që nuk kanë arritur dhe nuk janë shkolluar aty, por janë shkolluar jashtë, mos harrojmë faktin se janë shqiptar, janë bij dhe bijet e atij komi, të cilët kudo që shkojnë, krenohen me vendin e tyre. Vetëm ky aspekt mjafton për të thënë që ju të nderuar politikanë
nuk mund të luani me ide të tilla të cilat në fund të ditës i shërbejnë interesave të tyre. Pra, askush nuk ka drejt të mohojë votën askujt. Konventat ndërkombëtare, si ato europiane apo drejtat njerëzit, deri në KB, votën e kanë më të shenjtë. Bashkimi Evropian është një shembull më kuptimplot, kur duket qartë që çdo qytetar evropian e hedh votën e tij në çdo vend të Bashkimit Evropian qoftë, sepse vota i nderuar dhe të nderuar bashkëtar është gjë e shenjtë, as qitet, as vit, as të sot dhe as i mohohet një secili. Pra, në këtë aspekt ne nuk mund të të jemi përjashtim nga shoqëritë e tjera evropiane, se në fundit nëse kemi pas probleme të evolimit të shoqërisë për shkak të kësaj 3 dekade për shkak të tranzicionit kaq të zgjatur, kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi, nuk do të thotë se ne jemi qenie të pashë, nuk do të thotë se ne kemi kulturë apo zakone apo tradita. Të gjitha në këtë kontekst ne me të drejtë, si kushtetuese dhe morale, por dhe njerëzore, kemi drejt vote, duhet kemi drejt vote dhe duhet ta ushtrojmë drejtën e votës, duke rëtuar madje do të thoja që për te votës ne do të kemi dhe drejtën e zgjedhjes. Me qëllim që zërin të ndjohet të parlament, siç kanë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shiko Kroacinë, shiko Italinë, shiko Francën dhe shumë të tjerë të cilët jo vetëm votojnë për vendin e tyre, për pjesëtarët e parlamentit, por ata kanë të rregulluar me ligj në kushtetutat e tyre dhe në të drejtën e votës që të përfaqësohen në parlament direkt me përfaqësuesin e diaspora, sigurisht të zgjedhur me anë të votës. Unë në mbyllet isha për një pyetje pak me specë. Unë si shpëtim kam reaguar për vendime, në rrjetet sociale, a ka vënd diaspora për të reaguar lidhur me vonesën e numërimit të votave? Sigurisht që po, që edhe nëse diaspor kemi shprehur pa kënaqësinë tonë, madje sigurisht dënojmë çdo tentativë apo deklarat keqdashëse e cila kërkon të implikojë diasporën dhe të ngarkojë diasporën pa përgjegjësinë, qoftë administratës shtetërore, qoftë të postës e cila mori pra të kompanisë postare që mori përsipër shpërndarje dhe numërimin e votës, apo aq më tepër të forcave politike që sa duket për të mbuluar paaftësinë e tyre, mos preferencën e popullit, kërkojnë që përgjegjësinë t'ia hedhë diasporës. Jo të nderuar, diaspora nuk ka si përgjegjësi, diaspora është dhe fatmirësisht që kjo diasporë, sepse në kjo studie të diaspora, shteti shqiptar nuk do ishte ky sot, sepse ka qenë diaspora që ka marrë në këmbë si me remitanca apo dhe me investime të tjera në mënyrë direkte apo indirekte, dhe në fund të fundit ambasadorët e parë për në Bashkimin Evropian ka qenë kjo diasporë. Ndaj në këtë kontekst neve na dëshpëron fakti që e gjithë problematika dhe i gjithë diskutimi është fokusuar tek diaspora dhe aq më tepër vetëm në Greqi. Pse vetëm në Greqi? Në kjo se janë bërë probleme dhe ka pasur probleme që neve nuk e përjashtojmë mundësinë apo problematikë që kanë pasur, por kemi konstatuar që këto problematika si në Greqi kanë qenë dhe në Itali, dhe në Angli apo dhe në vende të tjera. Me përjashtimin që këto vende janë shumë më të zhvilluara se Greqia dhe kanë një sistem më të konsoliduar se Greqia. Ne dimë shumë mirë si funksionon Greqia, por nuk pam nga këto forca politike, qoftë opozita, qoftë pozita, por do forcë tjetër që të adresoj apo të drejtoj gjistin tek vendet por vetëm të Greqisë. Ndoshta Greqia politikisht ngre më shumë diskutim dhe kjo është edhe një jo e drejtë që rëndon në kurrizin tonë. Faleminderit. Ishte kënaqësi.